A është më mirë të bëni dush në mëngjes apo në mbrëmje? Sipas një artikulli të publikuar në Healthline, nuk ka prova shkencore që sugjerojnë se dushi në mëngjes është më i mirë se ai në mbrëmje ose anasjelltas. Zgjedhja varet nga preferencat personale, rutina ditore dhe nevojat individuale. Përfitimet e dushit në mëngjes. Zgjimi dhe energjizimi. Dushi në mëngjes mund të ndihmojë në zgjimin e trupit dhe mendjes, duke ju përgatitur për ditën që vjen. Përgatitja për ditën. Për ata që ushtrojnë në mëngjes ose kanë një rutinë të ngarkuar, dushi në mëngjes mund të jetë një mënyrë për të filluar ditën me freski. Përfitimet e dushit në mbrëmje. Relaksimi dhe përgatitja për gjumë. Dushi në mbrëmje mund të ndihmojë në relaksimin e muskujve dhe përgatitjen e trupit për një gjumë të qetë. Pastrimi i ndotësve të ditës. Pas një dite të gjatë, dushi në mbrëmje ndihmon në largimin e papastërtive, djersës dhe ndotësve të tjerë nga lëkura. Këshilla për një dush të shëndetshëm. Kohëzgjatja. Rekomandohet që dushi të zgjas 5 deri 10 minuta për të shmangur tharjen e lëkurës. Temperatura e ujit. Përdorni ujë të ngrohtë, jo shumë të nxehtë, për të ruajtur lagështinë natyrale të lëkurës. Përdorimi i produkteve të përshtatshme. Zgjidhni sapun dhe shampo që i përshtaten llojit të lëkurës dhe flokëve tuaj. Përfundim. Nuk ka një përgjigje të saktë për të gjithë. Zgjedhja midis dushit në mëngjes apo në mbrëmje varet nga preferencat dhe nevojat individuale. E rëndësishme është të mbani një rutinë të qëndrueshme dhe të kujdeseni për higjienën personale në mënyrën që ju përshtatet më mirë.